Horoskopi ditor, e enjte, 11 dhjetor 2025. Dashi. Më 11 dhjetor 2025. Universi ju inkurajon të përqendroheni te durimi dhe qetësia e brendshme. Marsi, planeti juaj sundues, formon një aspekt harmonik me Neptunin, duke nxitur kreativitetin dhe intuitën në aktivitetet tuaja të përditshme. Mund të gjeni veten të tërhequr nga ndjekjet artistike ose praktikat kontemplative që kërkojnë një prekje të butë. Në çështjet profesionale, ecni me kujdes. Diplomacia mund të çojë në rezultate më të vlefshme se sa forca e pastë. Marrëdhëniet tuaja do të përfitojnë nga hapja dhe mirëkuptimi. Dëgjoni në mënyrë aktive ata përreth jush, pasi empatia do të forcojë lidhjet tuaja. Sa i përket shëndetit, prioritizoni aktivitete që ekuilibrojnë mendjen dhe trupin, siç është yoga ose meditimi. Kjo mund të jetë një ditë transformuese nëse jeni të gatshëm të ngadalësoni dhe të shijoni momentet. Pavarësisht streseve të mundshme, sot ofron një shans për të thelluar vetëdijen tuaj dhe për të integruar durimin në rutinën tuaj. Përqafoni energjinë e butë dhe rrjedhëse dhe lejojeni atë t'ju udhëheq me mençuri përmes sfidave dhe mundësive të ditës. Demi. Energjia qiellore më 11 dhjetor 2025 thekson rëndësinë e përshtatshmërisë në jetën tuaj të përditshme. Ndërsa Venusi, planeti juaj sundues, rreshtohet me Saturnin, mund të ndjeni një tërheqje drejt adresimit të përgjegjësive afatgjata, veçanërisht në fushat financiare ose profesionale. Është një kohë e favorshme për të rishikuar dhe përshtatur strategjitë tuaja, duke u siguruar që burimet tuaja të menaxhohen mirë. Emocionalisht, ky rreshtim planetar inkurajon vetanalizën dhe mirëkuptimin brenda marrëdhënieve tuaja personale. Angazhohuni në dialogje kuptimplote që mund të çojnë në respekt më të madh të ndërsjellë. Në shëndet, keni kujdes që të mos e sforconi veten shumë fizikisht. Në vend të kësaj, përqendrohuni në ushqyerjen e trupit tuaj me pushim dhe ushqim të duhur. Energjitë e ditës mbështesin veprimin e bazuar, duke e bërë atë ideale për vendosjen e qëllimeve realiste. Mbani syt hapur për mundësi për të shfaqur besueshmërinë tuaj në punë, gjë që mund të çojë në njohje. Duke përqafuar fleksibilitetin dhe duke ruajtur fokusin tuaj, jeni të pajisur mirë për të lundruar ditën në mënyrë produktive, duke balancuar detyrën dhe dëshirat personale pa probleme. Binjakët. Më 11 dhjetor 2025. Yjet sinjalizojnë një ditë të pjekur për komunikim dhe lidhje. Ndërsa Merkuri vallëzon në mënyrë elegante me Jupiterin, do të zbuloni se zgjuarësia dhe sharmi juaj amplifikohen, duke i bërë ndërveprime të lëmuara dhe të dobishme. Kjo është një ditë e përsosur për të krijuar rrjet ose për të paraqitur ide të reja në mjedise profesionale, ndërsa fuqitë tuaja bindëse rriten. Në aspektin shoqëror, gjeni kohë për të nxitur marrëdhënie të reja dhe ekzistuese, pasi bisedat mund të çojnë në njohuri dhe bashkëpunime të rëndësishme. Në një nivel personal, merrni në konsiderat angazhimin në aktivitete që stimulojnë mendjen, të tilla si leximi ose enigmat, të cilat mund të sjellin kënaqësi dhe të mësuar. Megjithatë, keni kujdes që të mos e teproni me të qenit të zënë. Ekuilibri është qelësi. Sa i përket shëndetit, sigurohuni që të ndani kohë për relaksim për të balancuar mendjen tuaj aktive. Reflektimi dhe dialogu i brendshëm mund të ofrojnë qartësi për çdo dilemë me të cilën përballeni. Rreshtimi kozmik i sotëm është një kujtesë për të ushqyer shpirtin tuaj kurioz duke ruajtur fokusin në tokëzim dhe qetësi, duke hapur rrugën për gëzim dhe sukses. Gaforria. Nën përqafimin qiellor të 11 dhjetorit 2025, ju inkurajoheni të ushqeni mirëqenien tuaj emocionale dhe mjedisin shtëpiak. Me hënën që kalon në përshenjen tuaj, ndjeshmëria dhe intuita do të rriten, duke ju udhëhequr drejt ndërveprimeve kuptimplote. Kjo energji nxit një kohë të përsosur për vetanalizë dhe lidhje me nevojat tuaja emocionale. Merrni në konsiderat shkrimin e një ditari ose meditimin për qartësi psikike. Profesionalisht, mbështetuni në kreativitetin tuaj dhe përdorni njohuri emocionale për të përballuar sfidat. Marrëdhëniet përfitojnë nga natyra juaj empatike, duke ju ofruar mundësi për të forcuar lidhjet përmes emocioneve të përbashkëta ose gjesteve të kujdesit. Merrni pak kohë për të përqendruar në projekte shtëpiake ose mbledhjet familjare që mund të sjellin harmoni dhe kënaqësi. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje menaxhimit të stresit. Ushtrime të buta si ecja ose noti mund të jenë veçanërisht të dobishme. Atmosfera e sotme ju kërkon të nderoni vlerat tuaja thelbësore dhe intuitën, duke ju drejtuar drejt paqes dhe përmbushjes. Përqafoni natyrën tuaj të dhëmshur dhe lejoni që drita juaj e brendshme t'ju udhëheqë rrugën. Luani.
Më 11 dhjetor 2025. Rrymat kozmike theksojnë shprehjen krijuese dhe rritjen personale. Ndërsa dielli rreshtohet me Marsin, ju jeni të pajisur me një shpërthim energjie dhe vetbesimi, duke ju shtyrë drejt përpjekjeve që kërkojnë leadershipin dhe zellin tuaj. Kjo është një kohë e përshtatshme për të filluar projekte ose për të ndarë vizionet tuaja, pasi entuziazmi juaj është ngjitës, duke frymëzuar ata përreth jush. Angazhimet shoqërore lulëzojnë, duke ju lejuar të shkëlqeni në mjedis e grupi. Sidoqoftë, është thelbësore të gjeni një ekuilibër midis aktiviteteve tuaja të gjalla dhe momenteve të vetmisë për të rimbushur. Në marrëdhënie, komunikoni drejt për drejt dhe autentikisht, duke u siguruar që nevojat dhe ambiciet tuaja të kuptohen. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete fizike që ju entuziazmojnë, si vallëzimi ose sportet, për të promovuar si mirëqenien ashtu edhe vitalitetin. Dita ju inkurajon të përqafoni sfidat me trimëri, duke kërkuar mundësi për të mësuar dhe përparuar. Lëreni kreativitetin dhe optimizmin tuaj t'ju udhëheqin drejt horizonteve të reja, duke e pasuruar udhëtimin tuaj me gëzim rrezatues dhe ngjitës. Virgjëresha. Në këtë ditë, më 11 dhjetor 2025, universi ju nxit të organizoheni dhe të planifikoni në mënyrë strategjike. Me Merkurin në një aspekt të favorshëm me Marsin, ju jeni të pajisur me qartësinë dhe vendosmërinë për të adresuar çdo detyrë ose çështje të mbetur. Është një kohë ideale për të përmirësuar projektet personale dhe profesionale, duke u përqendruar në produktivitet dhe efikasitet. Shfrytëzoni këtë energji mbështetëse për të përcaktuar përparësitë e detyrave dhe për të zbatuar zgjidhje praktike, duke u siguruar që çdo hap i ndërmarrë të përparojë objektivat tuaja afatgjata. Në aspektin shoqëror, vëmendja juaj ndaj detajeve vlerësohet në mjediset grupore, duke nxitur punën në grup dhe bashkëpunimin. Megjithatë, keni kujdes nga shqyrtimi i tepërt, pasi perfeksionizmi mund të çojë në stres të panevojshëm. Në çështjet e shëndetit, miratoni një rutinë të ekuilibruar që integron teknikat e relaksimit si vëmendja e plot ose yoga, për të kompensuar çdo sforcim mendor. Marrëdhëniet lulëzojnë në dialog të ndershëm, prandaj shprehni mendimet tuaja qartë për të shmangur keqkuptimet. Duke e parafruar planifikimin e përpikt me veprimin dinamik, mund ta drejtoni ditën drejt suksesit të matshëm dhe kënaqësisë personale. Peshorja. 11 dhjetor 2025, shpaloset me theks në harmoni dhe përpjekje bashkëpunuese. Venusi, planeti juaj sundues, rreshtohet bukur me Neptunin, duke krijuar një energji ndërrimtare për të ekuilibruar që ju inkurajon të kërkoni bukurinë dhe paqen në ndërveprimet tuaja. Partneritetet, si personale ashtu edhe profesionale, nxiren në pa, dhe sharmi juaj natyror ndihmon në zbutjen e çdo rrudhë në komunikim. Është një kohë e përshtatshme për të angazhuar në sipërmarrje krijuese ose për të rigjallëruar hapësirën tuaj të jetesës për të reflektuar estetik të qetë. Në aspektin shoqëror, përqafoni mundësitë për bashkëpunim, pasi puna në grup mund të çojë në rezultate inovative. Kini kujdes nga pavendosmëria e lëkundur. Besoni instinkteve tuaja për t'ju udhëhequr drejt zgjidhjeve të barabarta. Në shëndetësi, merrni në konsiderat aktivitete që lehtësojnë stresin si terapia e artit ose aktivitete të kohës së lirë që ushqejnë shpirtin tuaj. Universi sot mbështet kërkimin tuaj për ekuilibër dhe mirëkuptim, duke ofruar mençurinë për të ushqyer marrëdhëniet dhe për të krijuar një mjedis respekti të ndërsjellë. Kërkoni harmoni në të gjitha përpjekjet dhe dita do të rrjedhë me hir dhe kënaqësi. Akrepi. Më 11 dhjetor 2025. Yjet ftojnë një vetanalizë dhe transformim të thellë. Me Plutonin dhe Hënën që bashkojnë energjitë, ju nxiteni të zhyteni në sferat tuaja në ndërgjegjeshëm, duke zbuluar të vërtetat që ju motivojnë. Kjo është një kohë e shkëlqyer për shërim dhe vetreflektim, duke lejuar hapësirë për të liruar barrët e së kaluarës ose dyshimet e mbetura. Në ndjekjet profesionale, vendosmëria dhe fokusi juaj mund të shndërrojnë sfidat në përparime të konsiderueshme. Besojini instinkteve tuaja, pasi intuita juaj është veçanërisht e mpret, duke ju udhëhequr për të marrë vendime të rëndësishme strategjike. Angazhohuni në biseda kuptimplote që ofrojnë thellësi dhe depërtim, duke forcuar lidhjet me ata që vlerësojnë autenticitetin tuaj. Në frontin e shëndetit, prioritizoni aktivitetet që mbështesin qartësinë mendore dhe stabilitetin emocional. Meditimi dhe ushtrimet introspektive janë veçanërisht të dobishme sot. Marrëdhëniet lulëzojnë me ndershmëri dhe transparencë, duke krijuar një kornizë besimi dhe mirëkuptimi. Lëreni udhëtimin tuaj të rritjes personale t'ju drejtojë drejt qëndrueshmërisë dhe fuqizimit,
duke i transformuar sfidat në mundësi të fuqishme për ripërtëritje dhe forcë. Shigjetari. 11 dhjetor 2025, sjell një valë zgjerimi dhe mësimi. Jupiteri, planeti juaj udhërfyes, harmonizohet me Venusin, duke sugjeruar mundësi për rritje si në arenat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Përqafojeni këtë kohë për të eksploruar horizonte të reja, qoftë përmes udhëtimit, arsimit, apo nisjes së një sfide aventureske që ju emocionon. Optimizmi juaj është ngjitës, duke tërhequr të tjerët që t'ju bashkohen në udhëtimin tuaj. Profesionalisht, kjo është një ditë e shkëlqyer për të hedhur ide ose për të bashkëpunuar në projekte vizionare. Pasi entuziazmi juaj mund t'i shndërrojë ëndrat në realitet. Mbani syt hapur për shenja dhe mesazhe që ju drejtojnë drejt mundësive të papritura. Në aspektin shoqëror, natyra juaj magnetike hap dyert për lidhje pasuruese dhe miqësi të reja. Për sa i përket shëndetit, angazhohuni në aktivitete fizike që lidhen me dashurinë tuaj për eksplorim. Aktivitetet në natyrë do të jenë veçanërisht të kënaqshme. Marrëdhëniet lulëzojnë me hapje dhe kuriozitet, duke hapur rrugën për një kuptim më të thellë dhe gëzim të përbashkët. Lërini energjitë e gjera të sotme të frymëzojnë dhe rigjallërojnë shpirtin tuaj, duke ju shtyrë përpara me besim dhe zell. Britsjapi. Shtrirja kozmike më 11 dhjetor 2025 inkurajon zellin dhe këmbënguljen në përpjekjet tuaja. Saturni, planeti juaj sundues, rreshtohet me Marsin, duke ngjallur një shtys të disiplinuar drejt arritjes së qëllimeve tuaja. Ky është një moment i përshtatshëm për të përballur me projekte ose angazhime afatgjata me energji të përtërir. Shfrytëzoni këtë energji të palodhur për të hedhur themelet për suksesin e ardhshëm, duke u përqendruar në planifikimin strategjik dhe ekzekutimin e përpikt. Jeta profesionale mund të paraqesë sfida që testojnë durimin tuaj, por natyra juaj e palëkundur do të mbizotërojë. Në marrëdhëniet personale, besnikëria dhe stabiliteti janë pikat tuaja të forta. Sigurohuni që linjat e komunikimit të mbeten të hapura për të mbështetur mirëkuptimin e ndërsjellë. Sa i përket shëndetit, përfshini rutina të strukturuara që balancojnë përpjekjen fizike me relaksimin mendor, duke promovuar mirëqenien holistike. Sot ka të bëjë me përqafimin e cilësive tuaja të lindura të leadershipit, kapërcimin e pengesave dhe hyrjen në rolin e një arkitekti vizionar të së ardhmes suaj. Duke qëndruar të qëndrueshëm dhe të fokusuar, mund të lundroni në kërkesat e sotme me besim, duke u drejtuar vazhdimisht drejt arritjeve që rezonojnë me aspiratat tuaja. Ujori. Më 11 dhjetor 2025. Ju jeni të frymëzuar për të ndjekur ide inovative dhe ndjekje humanitare. Urani, planeti juaj sundues, inkurajon një ditë të mbushur me momente eureka dhe ndryshime emocionuese. Ky ndikim kozmik ju fton të çliroheni nga kufizimet konvencionale, duke eksploruar shtigje progresive dhe zgjidhje eksperimentale si në mjediset personale ashtu edhe në ato profesionale. Përqafoni bashkëpunime që rezonojnë me vizionin tuaj, pasi puna në grup mund të rrisë prodhimin tuaj krijues. Në aspektin shoqëror, sharmi juaj jo konvencional hap dyert për miqësi dhe aleanca të reja që ndajnë vizionin tuaj për të ardhmen. Kini kujdes nga impulsiviteti. Ekuilibri është thelbësor për të siguruar që inovacionet tuaja të jenë të bazuara në praktikë. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në ushtrime që inkurajojnë fleksibilitetin, si fizik ashtu edhe mendor, siç janë yoga ose punëtorit krijuese. Në marrëdhënie, ushqeni shkëmbimin e ideve, duke nxitur dialogët që nxisin rritjen dhe lidhjen më të thellë. Lejoni që energjia dinamike e sotme t'ju shtyjë drejt përmbushjes personale dhe kolektive, duke u bërë pioniere për sipërmarrje të guximshme që ngren dhe frymëzojnë si ju ashtu edhe komunitetin. Peshqi. Më 11 dhjetor 2025, baticat kozmike janë në favorin tuaj, duke nxitur intuitën dhe lidhjen emocionale. Neptuni, planeti juaj sundues, ndan një shtrirje harmonike me Venusin, duke rritur natyrën tuaj empatike dhe impulset krijuese. Kjo ditë është e përshtatshme për përpjekje artistike ose eksplorim shpirtëror, duke lejuar imagjinatën tuaj të marrë drejtimin. Profesionalisht, shfrytëzoni kreativitetin tuaj për të zgjidhur probleme ose për të zhvilluar projekte që kërkojnë një prekje vizionare. Besoni në njohuritë tuaja intuitive për t'ju udhëhequr drejt rezultateve të dobishme. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga ndjeshmëria dhe mirëkuptimi juaj. Prisni që lidhjet kuptimplote të thellohen përmes empatisë dhe mbështetjes së përbashkët. Angazhohuni në aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, të tilla si dëgjimi i muzikës, praktikimi i meditimit ose zhytja në bukurinë e natyrës. Kini kujdes të vendosni kufi të shëndetshëm për të ruajtur ekuilibrin në dhënien dhe marrjen e energjisë. Duke përqafuar energjitë e buta dhe mistike të ditës,
Mund të nxisni një ndjenjë paqeje dhe përmbushjeje, duke udhëhequr udhëtimin tuaj me dëmshuri dhe frymëzim. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.